Të nderuar shikues, mirëmbrëma, ja ku jemi sot përsëri në podcastin Okult, do të flasim çik për gjeopolitikën. Para se të fillojmë emisionin e sotëm, dëshiroja të kujtoja edhe një herë atyre që ende si kanë bërë subscribe kanalit, të mos harrojnë të bëjnë subscribe gjithë atyre që pëlqejnë videot tona. Njëkohësisht falenderojmë të gjithë sponsorët e emisionit tonë, të cilët do dalin me fasha aty poshtë vazhdimisht me strisha, dhe kushdo që ka një nevojë për mallrat apo shërbimin e tyre mund të hyjë në kontakt nëpërmjet informacioneve që ne kemi dhënë në këto strisha. Njëkohësisht dua të falenderoj edhe Ujin Lajthiza, i cili sapo ka hyrë si sponsor në podcastin ton, duke e falenderuar Ajriun, pronarin e Lajthizës, që është njëkohësisht dhe miku im. Mirë, po fillojmë me temën për gjeopolitikën. Kanë ecur përpara agjendat, sidomos të fuqive, të dy superfuqive që duken sot në skenë, që po luajnë në mënyrë agresive, si dhe e kam fjalën për Rusinë dhe Shtetet e Bashkuara, dhe për Kinën, e cila është edhe ajo një superfuqi e tretë, nisur nga fuqia e saj ekonomike dhe roli i saj në Azi, por jo vetëm. Shtetet e Bashkuara kanë filluar të zbatojnë politika tarifore, ku ata kanë tarifuar edhe ishalat të tyre që ka qenë vendet e Bashkimit Evropian dhe vendet tjera të Evropës, me të cilat ka pasur Shtetet e Bashkuara, kanë pasur partneritet strategjik. Një politik e ashpër po vazhdon nga ana e presidentit Trump kundër asaj që quheshe kufijt e hapur që kanë zbatuar presidentët e mëparshëm, sidomos presidenti Trump, presidenti Biden, më falni, presidenti Trump sapo ka zbritur në atë konferencën ndërkombëtare më të madhe në botë që bën elita botërore të Davosit, ku duket se vendosen agjendat dhe rolet e aktorëve se si do luajnë, sidomos shtetet e mëdha. Bota duket sikur është diversifikuar, por unë mendoj që është e unifikuar. Gjithmonë nga luftrat fitojnë vetëm 1% e popullsisë dhe humbasin 99% të tjerë. Në qoftë se sot dikujt do t'i thuhet që Hitleri ka qenë një lojtar i elitës botërore dhe ka luajtur për ta, dhe në fund aty u kursye jeta dhe ju vënë në dispozicion të gjitha lehtësirat e mundshme për të jetuar në Patagoninë, në Kili, na mbush mendjen që çdo gjë mund të ndodhë. Presidenti Trump thanë, pavarësisht nga makroja që ne mendojmë se janë të gjithë bashkë dhe është tora e shajistit të madh që e vërtit historinë e sotme dhe të ardhme, përsëri ne do të hyjmë të analizojmë dhe t'ju japim njerëzve informacion me analizat tona mbi ato që thuhen dhe që ndodhin. Presidenti Trump sot ka deklaruar, kur zbriti në një aeroport në Zvicër, ka deklaruar që politikat tona tarifore do të vazhdojnë. Ai është pyetur nga gazetarët pse ka vendosur tarifa të rënda dhe për 56.000 banorët e Groenlandës. Ai ka theksuar se nuk do të heqë dorë nga këto politika dhe ka këshilluar qeverinë daneze dhe qeveritë e shteteve të Evropës që të merren vesh me Shtetet e Bashkuara, dhe Groenlanda është në hemisferën perëndimore dhe i takon për çështjet e gjeopolitikave të sigurisë në lidhje me Arktikun, siç pretendon presidenti Trump dhe qeveria e tij, që i takon Shtetet e Bashkuara. Presidenti Trump deklaroi se ka mbajtur një ani ose 2 ani, tha, para disa qindra vjetësh. Të parat nga Danimarka, tha, në Groenland. Kjo, tha, nuk mund të ketë logjik që kjo tokë kaq larg Danimarkës t'i përkasë asaj. Njëkohësisht
ka pasur deklarata ndryshme nga drejtues të shteteve të ndryshme, si kryeministri Starmer, i cili gjithnjë më tepër po deklaron një lloj distancimi nga politikat amerikane. Juve ju kujtohet ndoshta që unë mund të kem qenë nga të rallët ose i vetmi që para një viti kam thënë që po rikonfigurohet një konflikt që mund të përfundojë në një konflikt të armatosur dhe në një luftë të egër midis Shtetet e Bashkuara dhe Evropës, ku Shtetet e Bashkuara do të jenë në aleancë me Rusinë. Të dyja këto janë superfuqitë përthamore më të mëdha në botë, ose superfuqitë vetme në botë, ose fuqitë më të mëdha bërthamore në botë, dhe që zotërojnë burime të mëdha energjetike në ndryshim nga Evropa dhe Kina. Kësaj dytës po i priten burimet sepse ju pre Venezuela dhe po synohet t'i priten burimet edhe nga Irani, nga të dyja këto vende. Thuhet që Kina ka marrë rreth 70% të burimeve të saj energjetike, ndërsa 30% i ka marrë nga vende të tjera, sidomos nga Rusia, me të cilën u lidh fuqimisht duke marrë gazin dhe naftën e Rusisë, sidomos pas prishjes së tubacioneve nga shërbimet sekrete britanike, të cilat duken se kanë bërë një vetvrasje duke dobësuar Gjermaninë dhe vendet e tjera, të cilat furnizoheshin me energji të lirë të naftës dhe të gazit nëpërmjet Rusisë, pasi armiqësuan Rusinë me Gjermaninë për ta kërcënuar Gjermaninë prej Rusisë, që të hidhej Gjermania në prerin e Britanisë dhe për të poshtur Rusinë. Britania bëri këtë veprim shumë të nevojshëm që të ndodhte kështu siç ka ndodhur, ku në fakt Gjermania me Britaninë kanë lidhur një marrëveshje bashkëpunimi dhe mbrojtje reciproke, ku padyshim edhe Franca është rreshtuar në këtë krah, sepse s'ka zgjidhje tjetër, pavarësisht se Franca vazhdimisht ka qenë në politikat e saj, në gjeopolitik, në aleate e Rusisë për një kohë të gjatë, sidomos mbas luftrave napoleoniane. Duhet të përmendim Davosin, çfarë ka ndodhur aty por para se të flasim për Davosin, do të dëshiroja të thesha një postim që ka bërë një nga miqtë ose ideologët ose mentorët e Donald Trumpit, që është Steve Bannon, i cili ka qenë dhe në kabinetin e Trumpit gjatë qeverisjes së parë dhe që ka qenë kryetari ose drejtori që drejtoi ndërtimin e murit me Meksikën kundër ardhjes së emigrantëve gjatë mandatit parë Trumpit, dhe që në kohën e presidentit Biden u dënua për shkak se u akuzua që ishte korruptuar dhe kishte keq menaxhuar fondet e ndërtimit murit dhe ka bërë, më duket, është dënuar disa vite burg. Nuk jam i sigurt nëse i bëri apo jo, apo i shlevi me ndonjë mënyrë tjetër. Steve Bannon është shumë i afërt me Trumpin dhe ai ka, në ndryshim nga Tucker Carlson, i cili është larguar prej Trumpit sepse ai po bën deklarata që i quajnë antisemite, gjë të cilën nuk po e bën hapur Steve Bannon. Tucker Carlson, ju kujtohet, është gazetari që intervistoi Putinin në kohën që ai ishte më izoluar se kur. Putini, pra pasi filloi luftën në shkurt të 2022-shit, para 4 vitesh, afërsisht 4 vitesh, dhe e ka intervistuar në Moskë dhe është anatemuar nga shumë përfaqësues të globalistëve si një gazetar që ka inkurajuar Putinin në veprimet e tij gjykatare në luftën kundër Ukrainës. Tucker Carlson deklaron që ne nuk duhet me parullën Amerika e para që përdorin i tharët e magës, pra të bëjmë Amerikën prap të madhe, ta bëjmë përsëri, do të thotë që
e para në Amerikë është Amerika dhe jo Izraeli, si që ka qenë i nënkuptuar erët e tjera, ose Britania nëpërmjet deep state-it të saj, ku presidentët zgjidheshin nga populli me një vullnet demokratik popullor, ndërsa komandën e kishin këto departamentet dhe drejtorit e vogla të cilat vendoseshin nga globalistët dhe kishin kompetenca të gjera ligjore ku presidenti nuk mund të ushtronte asnjë lloj trysnie ndaj tyre, sepse ato ishin 100% të pavarura prej shtëpisë së bardhë, por Trump e ndryshoi këtë rregull dhe nëpërmjet kontrollit gjykatës kushtetuese në rikthimin e tij të dytë në vitin 2025 mori kompetenca që të gjitha agjencitë shtetërore, cilat mbahen me burime shtetërore ose pjesërisht me burime shtetërore, ku kompanitë shtetërore janë në shumicë në aksione, atëre presidenti Trump, presidenti i Shtetit Bashkuar, ka të drejtë të ndërmarrë masa dhe për largimin e tyre nga detyra ose për të ushtruar presion që ato të zbatojnë politikat e presidentit dhe të qeverisë së Shtetit Bashkuara. Po çfarë ka thënë Steve Bannon në ndryshim, si që u thash nga Tucker Carlson që tha, ne kemi interes për burimet mëdha energjetike dhe këto burime i kanë arabët dhe muslimanët dhe ne nuk ka pse të prishemi me ta për Izraelin, ne duhet të sigurojmë Izraelit ekzistencën e tij që askush nuk ja prek dot më dhe të kemi miqësi me vendet arabe dhe në radhë të parë dhe jo me Izraelin, sepse Izraeli me politikat e veta armiqësore ndaj vendeve në rajon në lindjen e mesme kërkon të bëj ekspansion territorial dhe ekspansion geopolitik dhe ka krijuar një urrëtie të madhe në popujt musliman të lindjes së mesme dhe këtë urrëtie të tyre e transferon ne duke mbajtur Izraelin si aleat të parë në rajonin e lindjes së mesme, por dhe në të gjithë botën. Kjo është politika e Tucker Carlsonit, të cilin kam filluar të akuzojnë për antisemit. Dihet që çdo gjë që mund të thuash kundër politikës së Izraelit, ata të akuzojnë për antisemitizëm në një kohë që Izraeli në një përqindje shumë të madhe trajtohet nga një popull jo semitik, por me origjinë, siç thon studiuesit, turq të bardhë nga të ardhur nga zona midis mbi detin e Zi dhe zonën dhe detin Kaspik, që është një popull turk i bardhë i cili në shekujt e 8 dhe deri në shekullin e 11 ka themeluar një shtet që quhej Kazaria. Pra këtu s'ka të bëjë fare antisemitizmi dhe dihet që gjithçka është krijuar nga politika e nazistëve në kohën e luftës së dytë botërore, kur u krijua dhe kjo ideologjia e antisemitizmit që u bë shumë e fortë, ku nazistët u akuzuan se kishin eliminuar 6 milion gjuish, pra ata që besojnë në fenë e Mojsiut, në një kohë që në vitin 35 vetë këto enciklopedit qipute deklaronin që në Evropë nuk ishte më shumë se 3.5 milion banor, në mos gaboj. Po çfarë ka thënë Steve Bannon? Steve Bannon ka thënë që who is next? Kush e ka radhën? Mbas Groenlandës, sepse ai e quan Groenlandën të mbyllur dhe të marrë nga Shtetet e Bashkuara, pasi u kap Venezuela dhe Panamaja. Tani quhet e mbyllur dhe Groenlanda dhe ai thot kush e ka radhën mbas Groenlandës dhe përgjigjet vetë dhe thotë që tash i radhën e ka Kanadaja, sepse Kanadaja nuk është në gjendje të mbrojë Arktikun nga afërsia më e madhe që ka se sa Shtetet e Bashkuara me ishujt e shumë që afrohen drejt Arktikut, dhe thotë që nëse se kontrollon nuk e kontrollojnë Shtetet e Bashkuara Kanadan, atëherë Kina dhe Rusia do të kontrollojnë Arktikun. Njëkohësisht Shtetet e Bashkuara kërkojnë nëpërmjet aktualizimit të doktrinës Monroe, që ka qenë presidenti i Shtetit e Bashkuara në vitin 1823, mos gaboj ka dalë doktrina Monroe, ku presidenti Monroe i kërkoi Evropës që të mos
bënin asnjë përpjekje për një neokolonializim të një shteti në dy Amerikat, qoftë veriore, qoftë jugore. Tashi, kjo doktrinë Monroe quhet Don Roe për shkak të emrit të Donald Trumpit dhe quhet Don Roe dhe është shtuar dhe Groenlanda, por sigurisht që presidenti Trump ndëron që të marrë në kontroll në pretekstin ose në shkakun e transportit, kontrabandës së drogës dhe të madrave të tjera në kufirin me Meksikën dhe për të zhvilluar një luftë kundër bandave të trafikut të kokainës që vinë nga Meksika drejt tregjeve të përdorimit të gjerë të kokainës që janë Shtetet e Bashkuara dhe Kanadaja, dhe për t'i shtypur këta për shkak se Meksika nuk ka fuqi t'i shtypë, atëherë presidenti Trump mund të përdorë këtë tagër për të shpëtuar popullin amerikan nga varësia e drogës, duhet të heqim furnizimin me drogë që vjen nga Meksika. Duket se presidentja quajsh që fute që është sot në Meksik, po bën polin negativ duke ju kundërvend Trumpit dhe Trumpi polin pozitiv për ta zgjidhur këtë çështje me një ndërhyrje me pretekstin për të eliminuar bandat e trafikut të kokainës dhe për të marrë në kontroll politik qeverinë e Meksikos dhe të bëjnë atë që quhet Amerika e Veriut një shtet të vetëm dhe ndoshta të bëjnë dhe paran, valutën e tyre nga dollari ta bëjnë Ameridollar, siç kam pasur ndër disa nga globalistët e mëdhenj të botës. Duke se presidenti Trump me ndërhyrjen që bëri në Venezuelë dhe në Iran, që po përpiqet të godasë Iranin, të cilit po i bën një blokadë të ngjashme me Venezuelën, mund të realizojë dhe dy aspirata të mëdha që ka City of London, prandaj unë dyshoj se janë bashkë për të marrë kontrollin e emisionit të paras të këtyre dy vendeve që nuk i ka kontrolluar City of London ose familja Rothschild. Ndërkohë, presidenti Putin ka filluar të artikulojë që ne nuk jemi në luftë me NATO-n dhe as me popujt e Evropës, por ne jemi në luftë me sistemin e vendosur nga financiar dhe politik të vendosur nga dinastia Rothschild dhe ne do ta përmbysim këtë sistem nga Evropa lindore deri në Spanjë dhe në Portugali, ka thënë disa herë, jo vetëm presidenti Putin, por edhe njerëz të tjerë afër tij. Pra ne do të shembim këtë sistem që nga kohrat mbas luftës napoleoniane, mbas Waterloosë, doradorës, oktapodi i pushtetit financiar dhe politik i familjes më të madhe bankare në botë, që është familja Rothschild, është shtrirë doradorës në të gjithë botën dhe Putin deklaron që do ta shembë këtë sistem duke bërë jo vetëm një luftë kinetike, por dhe një luftë hibride, pra duke goditur sistemet e transfertave të parave që është SWIFT i FMS dhe i Bankës Botërore, duke goditur të gjitha agjendat e tyre, duke bërë një luftë në sistemet informatike të shteteve, në drejtim të marrjes së informacionit dhe spionazhit, për teknologjinë në të gjitha vendet e Bashkimit Evropian e të tjera. Pra bota është në një lëkundje të madhe, në një tërmet të madh, në një ndryshim të ri të forcave politike që po përgatiten ta dominojnë dhe ta drejtojnë. Ndërkohë, Mark Carney, kryeministri i Kanadas, ose një nga njerëzit e bindur të City of London, sepse Kanadaja gjithmonë është përdorur nga City of London, nga dyshja e vektorëve të fuqisë më të madhe në botë, që është familja Windsor mbretërore dhe familja Rothschild në finansat, pra muskujt dhe gjaku i ekonomisë së të gjithë botës.
duke përdorur atë që quhet Deep State dhe Kanadaja gjithmonë nuk kanë bërë disa emisione për këtë temë. Kanadaja gjithmonë ka qenë një nëndetëse që ka ushtruar presion të madh mbi çdo qeveri demokratike të Shteteve të Bashkuara, sidomos mbas ardhjes në pushtet të presidentit Wilson në vitin 1913 deri në vitin 1822, kur Wilsoni kishte lajthitur pak nga mente koksa. Dhe në fakt presidencën e tij e drejtonte institucioni par i Deep State-it i krijuar në Shtetet e Bashkuara, që është ajo që quhet Dega e Rias në britanike, ose Round Table-it e krijuar në britanik e krijuar në Amerikë, që është Council on Foreign Relations, Këshilli për marrëdhëniet me jashtë, i themeluar para se të vdiste nga njeriu më i fuqishëm i Shtetet Bashkuara, që ka qenë Jacob Schiff ose Jacob Schiff, bankieri i madh, i cili ka pasur një rol të madh në historinë botërore deri në luftën e parë botërore. Këtë institucion e drejtonte ai që quhej koloneli Edward House, që së bashku me rian britanike u bën dy kokat e shqiponjës që dominonin pothuajse të gjithë territoret e botës me politikat e tyre. Mark Carney, që ka qenë guvernator i bankës pra i Rothschildëve në Kanada dhe guvernator i bankës së Anglisë, përsëri i Rothschildëve në Britani ose i City of London. City of London quhet lagja financiare ku është bursa, ku janë qendrat e bankave më të mëdha të botës dhe të Britanisë, dhe ky quhet City of London dhe familja Windsor, aty ku ka zyrat e saj me të cilat qeveris gjithë perandorinë e saj, nga Australia deri në Kanada. Një nga qëllimet e Trumpit kur pushtoi Venezuelën ishte dhe marrja e një ishulli të vogël që kontrolloheshe nga Venezuela dhe që ishte offshore dhe që përdoreshe nga Britania me pjesëmarrjen e 74 shteteve, pra politikanët e korruptuar ose paret e zeza të pista që vinin se ato shkojnë në offshore-et, edhe offshore-et i pastrojnë dhe janë të gatshme këto para për të përdorur dhe në investime normale. Këto para janë përdorur në mbi 145 vende, janë investuar, dhe kjo ka qenë një instrument i fuqisë City of London, me cilën duket që Trump është në luftë, siç duket, sepse që në mandatën e parë ai ka thënë që do të luftojë kundër Deep State-it, dhe Deep State-i nuk është gjë tjetër veç se dora e zgjatur e Anglisë nëpërmjet atyre agjensive, siç u thash, që Trump nuk i tronditi dot në mandatin e parë, por që në mandatin e dytë pati një sukses të madh dhe në një kohë të shkurtër ka arritur fitore të mëdha. Shumë analistë nga Britania dhe shumë gazetarë në Britani i quajnë veprimet e Trumpit për të nxjerrë forcërisht emigrantët pa dokumenta nga nga kufijtë e Shtetet e Bashkuara dhe politikat e tyre të reja të emigracionit, i quajnë që janë veprime fashiste, dhe Trumpi po e kalon cakun e një politikani të quajtur autoritarist dhe po hyn në cakun ose në kufijt e parë për të quajtur, për të merituar fjalën fashist, siç thonë shumë gazetarë në Britani, po kjo sigurisht është e lidhur me politikat që ndjekin gazetarët britanik në mbështetje të politikave të qeverisë tyre. Trump, me sa duket, synon të dobësojë Britaninë dhe ta çmontojë perandorinë britanike duke i marrë Kanadan, duke i bërë presion Australisë që të shkëputet nga suvereniteti britanik i familjes mbretërore Windsor të Britanisë, dhe mundësisht të ndajë dhe Skocinë, Irlandën dhe Walesin nga Anglia, dhe kështu s'mbetet gjë tjetër për të thënë ka qenë dikur
një mbretëri e bashkuar ose një perandori e madhe ku s'perëndonte dielli kurrë. Do t'ja arri apo jo Trumpi këtij synimi, koha do ta tregojë. Në takimin që pati Mark Carney në javën e kaluar me presidentin kinez, kam bërë demarshe të forta duke lidhur një aleancë të fortë me Kinën në dukje ekonomike, por edhe ushtarake dhe për çështjet e sigurisë që Kina të ndihmojë Kanadan ushtarakisht edhe ekonomikisht për të mbrojtur nga intervenimi ose nënshtrimi prej Shteteve të Bashkuara dhe presidentit Trump. Kjo është një sfidë e madhe dhe është një valle në gojën e ujkut që ndoshta po hedh kryeministri Starmer, i cili në takimin që ka patur me Trumpin i ka bërë elozhe të mëdha dhe ka dendur në një pozicion shumë inferior në takimet me ta, por sa po shkëputet prej Trumpit, ai mban fjalime dhe retorik kundër politikave të tij. Ata kanë bërë marrëveshje me presidentin kinez, pra kanadezët, që të Kina të futë makinat me bateri, makinat elektrike, pa fund me një treg të lehtësuar me tarifa shumë të ulta prej Kanadas, dhe Kina do t'i marrë kryesisht gazin e lengshëm Kanadas me tankera dhe për ta përdorur për ekonominë e saj aq të etur për energji dhe në ekspansion, por në rast se i mungon energjia, sigurisht Kina do të bjerë në stagnacion dhe mbase do të bëjë dhe hapa mbrapa në zhvillimin e saj ekonomik, sepse burimet energjetike janë të parat që nevojiten në një fuqizimin e një ekonomie. Sot Mark Carney ka mbajtur një fjalim në Davos ku ka deklaruar se gjithë fjalimi i tij kishte insinuata kundër politikave të presidentit Trump dhe ai shprehu edhe njerë palëkundshmërinë e tij në mbështetje të vlerave të demokracisë dhe jo që në botë të sundojnë dhe të vendosen rregulla vetëm nga të fortët dhe popujt e vegjël dhe me ekonomit të vogël të jenë të pasigurt ashtu siç po ndjehen sot. Ai foli dhe kundër tarifave që presidenti Trump ose politikave tarifore që po bën me popullin e Groenlandës për t'i bërë presion, sepse ata kanë deklaruar që nuk pranojnë të jenë në sundimin amerikan. Njëkohësisht sot në Davos ka folur dhe presidenti Macron, i cili vazhdimisht i kanë lëshuar shigjeta njëri tjetrit me presidentin Trump. Macron deklaroi se bota tjajt kanë dalë nga kafazi të gjithë dhe bota ka rënë në një anarshi. Ai theksoi se gjatë vitit 2025 ka pasur 60 konflikte të armatosura në botë dhe kjo është shifra më lartë që bota gjendet në një situatë të tillë kaotike dhe në fjalimin e tij Macroni ishte shumë entuziast, fliste me shumë besim të madh në vetvete, madje gjatë deklarimeve të tij dukesh edhe një farë ironie kur ai bënte insinuata kundër politikës së Shteteve të Bashkuara, në ndryshim nga Starmeri, i cili në një fjalim që ka mbajtur në Britani ditën e sotme ose të nesërmen, të djeshmen, ka deklaruar që pavarësisht nga pakënaqësitë që ai ka ndaj politikës së Shteteve të Bashkuara, e cila nuk është vetëm një politikë nëpërmjet tarifave, një politikë për fuqizim ekonomik, por edhe për mbështetje ose për të rrëzuar nga fuqia shtete të ndryshme apo aleanca të ndryshme të cilat kanë ekzistuar më përpara. Por Starmeri
në deklaratat e tij është më serios dhe më i kujdesshëm në fjalët e tij, ndërsa Macron me gjithë eksperiencën e madhe që kanë në politikë, duket që ka një lloj entuziazmi që duket i pa justifikuar, por Macron foli me gjuhën e De Gaullit dikur, apo De Gasperit, apo liderëve të ndryshëm që krijuan Bashkimin Evropian, duke folur se ka perënduar koha e imperatorive të mëdha për të sunduar të gjithë botën. E kemi kaluar këtë fazë dhe ishim në një fazë ku popujt qeveriseshin nëpërmjet rregullave demokratike, tregtia bëhej nëpërmjet rregullave të caktuara nga organizata botërore e shëndetësisë, ku të gjitha palët ishin të barabarta, ndërsa sot kthimi në politika tarifore që po imponon presidenti Trump dhe me vendet e dikur aleate të saj, siç janë Bashkimi Evropian, do ta përkeqësojnë ekonominë e popujve të këtyre zonave. Trump u përgjigj sot kur erdhi në Davos, pasi i thani që Franca ka vendosur tarifa të mëdha si kundërpërgjigje ndaj politikës së Trumpit për shumë mallra amerikane. Ai e kërcënoi, tha, dhe unë do t'i vë verës franceze që konsumohet në Shtetet e Bashkuara tarifa të mëdha. Pra de facto për t'ia ulën stok dhe për të mos u shitur, pasi çmimet e larta e kthejnë publikun drejt mallrave të ngjashme me çmime më të ulta. Mirë, këto ishin disa nga analizat që unë mendova të bënja dhe të ndanja sot me publikun në këtë situatë që po agravon, që po ndryshon, që po pson shturje, gardi i rregullave që ka qenë më përpara dhe bota është duke shkuar drejt konflikteve. Unë e kisha parashikuar që Evropa me Shtetet e Bashkuara do hynte në konflikt për shkak të Groenlandës dhe Kanadas, deklaratave që bëri Trumpi që ditët e para, dhe nga ana tjetër kisha thënë që Shtetet e Bashkuara mund t'i kthehen politikave të kohës Abraham Lincolnit, kur Evropa ishte, sidomos Britania, ishte në luftë kundër Shtetet e Bashkuara, ndërsa Rusia doli në krah të saj dhe nuk la të integroheshin përmjet luftës civile 1800 në mes të viteve, fillim të gjysmës së parë të viteve 1860 në Shtetet e Bashkuara. Ishte koha e dashurisë midis Rusisë e Shtetet e Bashkuara, dhe kur Rusia pothuajse ja fali Alaskën Shtetet e Bashkuara duke e bler me një çmim shumë të lirë. Mbas vizitës që bëri Putini në takimin që bëri me Shtetet e Bashkuara, në një kohë që gjithë Evropa dhe gjithë globalistët përpiqeshin dhe gjithë të majtët përpiqeshin ta quanin kriminal dhe ta izolonin Putinin, presidenti Trump e priti dhe mund të kenë ndarë këto politika të cilat po i zhvillojnë sot, ku ka një aleancë të fshehur. Kina dhe Evropa nuk kanë energji, me përjashtim të Britanisë, e cila ka investimet e saj, por në lindjen e mesme, nëse fillon një konflikt britaniko-amerikan ose evropiano-amerikan, ku Britania tjetë me Evropën, sigurisht që Britania mund të përjashtohet për shkak të prezencës më të vogël të fuqisë saj ushtarake në lindjen e mesme dhe në përgjithësi në vende të tjera ku ka rezerva të mëdha nafte. Dita ditës situata është duke ndryshuar, geopolitika ndryshon, tavolinën e njerëzve mbush më pak ose më shumë, në qoftë se përkeqësohet ose përmirësohet. Në Davos ndodhet dhe kryeministri shqiptar, i cili është ftuar në atë grupin për ndërtimin e gazës, dhe Shqipëria është ftuar aty, dhe kjo ishte një ftesë që kryeministri Rama mezi e priste, sepse ka pasur nëpërmjet SPAK-ut sinjale që mund të goditeshe, pasi po i goditen nga SPAK-u në ndikimin e Shtetet e Bashkuara. Mbi të
njerëzit e tij të afërt, bashkëpunëtorët e tij të afërt dhe duket që zjarri po i afrohej kryeministrit Rama dhe në një kohë kur kryeministri Rama është bërë më antipopullor se kur për shkak të aferave të mëdha që dolën sidomos në lidhje me zvensk kryeministrën e tij dhe me institucionin e Akshit, ai e ka pritur këtë dhe e ka shitur si një fitore të tij të madhe, kur nuk e dim çfarë fiton populli shqiptar kur ai shkon atje në dasmë, hajbanët ftohen për të mbajtur dru në përgjithësi dhe këta Trumpi i fton të gjithë për të mbajtur dru dhe mjafton që ai e quan mik edhe jep një lloj roli aty sado të vogël. Kjo quhet një fitore e madhe për popullin shqiptar. Unë se kuptoj ku është fitoria e madhe. Thjesht këta duhet gjenë sa lek t'i paguajnë, si në rastin e Megonigalit, ose duhet i nxjerrin ande nga offshore-et nga i kam futur, dhe që u din këta dhe mund t'ju japin në një shifër, t'ju thonë do paguani kaq, dhe nuk do t'ju trazojmë, do bëhet pranë në një pazar, dhe tjetër mundësi që mund të ndodhë është që të na sjellin ca refugjat nga Gaza dhe Gaza të bëhet një rivjerë e bukur ku të fitojmë para kompanitë e mëdha të cilat do të investojnë aty me në krye familjen Trump. Sigurisht të dyja rastet kjo nuk është ndonjë që e rëndësishme për popullin shqiptar dhe pavarësisht se Trump e thret apo se thret në këto takimet e mbështet apo do ta lejoj t'i për enje të lirë kryeministrin Rama, i korruptuar i ngelet, i korruptuar në vendin e tij dhe tashmë Rama dhe qeveria e tij gjithnjë më shumë e kanë këtë njollë dhe s'ka rëndësi se kush i thret edhe si duan të na lyen me bojet, na e shesin, na e sjellin këte. Kjo nuk është një karakteristike e politikës së Shtetet e Bashkuara. Shtetet e Bashkuara zakonisht mbështesin koltukun dhe jo kukullat që rinë mbi koltuk. Nëse këtë radhë do të ndodhë ndryshe, atëre populli shqiptar do ta shikojë dhe Amerikën për të cilën në përgjithësi populli shqiptar ka një dashuri të madhe edhe për luftën në Kosovë, do ta shikojë, do të ftohet me politikat e Shtetet e Bashkuara dhe nuk do të ketë me këtë adhurim dhe këtë dashuri. Prandaj Shtetet e Bashkuara, ambasadan amerikane këtu në rrugë Elbasanit, duhet të zgjedhin me kë janë, me popullin shqiptar apo me qeverinë e tij të korruptuar. Nga unë Alfred Sako, natën e mirë dhe mirupafshim.